e dashura familje Gjeladini, e dashura familje Balaj, e dashura familje Dehari, i dashur Glauk, Mrik, Albulen, Alim dhe Dejon, të nderuar kolegë nga institucionet e shtetit dhe të dashur aktivist të lëvizjes vetëvendosje, të nderuar të pranishëm, 10 shkurti i vitit 2007 është kujtim i gjallë i cili vlon në mendjet dhe trupat tonë. Me 10 shkurt para 19 vjetëve u mblodhëm në rrugën Perandori Justinian, aty ku lëvizja vetëvendosje e kishte selin e saj aso kohe në qytetin Pejton. Nga rruga Perandori Justinian vazhduam për në rrugën Garibaldi për të mbërritur tek sheshi Skënderbej. Mirë po, mu këtu, marshin ton e ndaloj policia unë mikut
pra në rrugën Nëna Tereze. Ishim mira demonstrues dhe bashkë me neve në ball ishte edhe simboli i rezistencës kombëtare Adem Demaçi, i cili atë botë ishte 71 vjeç. Në atë protest, ne po kundërshtonim pakon e ish emisarit të Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës dhe ish presidentit finlandez Marti Ahtisaari si një kompromis që shënonte padrejtësi për popullin ton dhe për të drejtat tona. Edhe vetë Ahtisaari ka thënë që propozimi i tij është kompromis. E ne ishim bindur që është një kompromis tepër i madh, sepse kishte aq shumë koncesione për brenda. Por 6 prej tyre ishin kryesorët. Së pari, me atë pako, Kosova detyrohej të instalonte një decentralizim mbi baza etnike. Ne konsideronim që kemi nevojë për decentralizim pas sovranitetit dhe njëkohësisht që ky decentralizim duhet të jetë financiar e funksional, por jo etnik. Tjetra, parashije një koncesion tjetër, eksterritorialiteti i kishave dhe manastireve ortodokse, që madje mbiquheshin serbe, në 45 zonat veçanta. Ne ishim për bashkëpunim e bashkëveprim ndërfetar, e jo për ndarje e përçarje. E donim Kosovën Republikë Demokratike Parlamentare, ku vullneti i shumicës dominon, por jo duke shkelur të drejtat e pakicave. Mirë po kundërshtonim me të gjitha privilegjet e mundshme të cilat e dëmtojnë, e ndalojnë, e gjymtojnë vullnetin e shumicës. Dhe kritikonim ulëset e rezervuara, të cilët shënonin një asimetri të brendshme në Republikën Demokratike, duke e cënuar atë. Mëtej, ne kundërshtonim shuarjen e trupave mbrojtjes Kosovës, që ishin trashëgimtare drejt për drejt e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Gjithashtu, ishim për partneritet me ndërkombëtarët, por jo për servilitet karshi tyre. Dëshironim që në Kosovë të vendos kuvendi, e qeveria, e presidenti, e jo të kemi sundim ndërkombëtar mbi vullnetin qytetar. Dhe për të mos harruar, kundërshtonim edhe faktin që Kosova detyrohej të merrte pjesë në borxhin e jashtëm të Serbisë, ndërkohë që Serbia nuk detyrohej të paguante dëmet e brendshme të luftës që na i kishte shkaktuar. E sikur kjo të mos mjaftonte, në të njëjtën kohë ne po përjashtoheshim nga suksesioni i Jugosllavisë. Pra, nuk konsideroheshim pjesë e ndarjes së pasurisë, por na imponohej që të bëheshim pjesë e ndarjes së borxhit të jashtëm që kishte okupatori ynë i dikush. Këto pra ishin ato koncesione të mëdha, të cilët ne i kundërshtonim me trupat tonë në mënyrë paqësore. Por këtu ku jemi tani, u bllokua marshi ynë dhe me njëherë filloi gazi lotësjellës që bëri vështirë ta njohim njëri tjetrin, se lëre më të shohim pak më tej se kush ku është. Dhe vetëm 8 sekonda pas hedhjes së gazit lotësjellës, policia unë mikut filloi që me plumba gome të skaduar prej 11 vjetësh të qëlloj mbi trupat e demonstruesve, kryesisht në kokat dhe gjokset e tyre. 232 plumba, 11 vjetë skadence, 8 sekonda pas gazit lotësjellës, atëherë kur pak çka duke i mirë. E vron Arben Gjeladinin e Monbalajn, u lënduan e plagosën rënd e lehtë 84 protestues,
në mesin e të cilëve më së rëndi ishin Hysni Hyseni, Doda i Prizrenit, që ka vdekur me 29 janar 2020 nga një smundje akute, e të cilët në atë protest ishte verbuar syri nga plumbi i polisit të Nikut. Zenel Zeneli, që është mesin tonë këtu, dhe i cili edhe sot e kësaj diti ka 2 plumba prej asaj kohe, njëri prej tyre fare pranë zemrës, dhe Mustaf Nerjova nga Lubishda, po ashtu e Prizrenit, nga Lubishda e Hasit, i cili edhe sot e kësaj dite e ka një shtojc plastike në kafkën e tij për shkak se ka qelluar në kokë plumbi i policëve të Unikut. Madje edhe drejtori i departamentit për drejtësi të Unikut të asaj kohe, Robert Dean, në raportin e tij pat konstatuar që vrasjet e shkaktuara me 10 shkurt 2007 në protestën paqësore kanë qenë të evitueshme dhe nuk kanë qenë të nevojshme. Pra edhe vetë Unmiku e ka pranuar fajin. Mirë po pavarësisht pse në përgjithësi e kanë pranuar fajin, konkretisht nuk është kërkuar e zbatuar përgjegjësia e drejtësia ndaj asnjërit prej tyre, sepse ata policë me çiftet e tyre ikën në emër të imunitetit ndërkombëtar. 2 gjëra të mëdha kanë ndodhur pas protestës së 10 shkurtit 2007. E para, pakuja Ahtisarit me ato padrejtësit për brenda zbarkoi në Kosovë me 2 shkurt 2007. 8 ditë më vonë ne e mbajtëm protestën. Me 13 mars 2007, ish presidenti finlandez Ahtisari, ish emisari special i OKB-s, ja shton një letër raportit të tij, në të cilën për herë të parë e përdor fjalën pavarësi në kuadër të tokfjalshit pavarësi e mbikëqyrë. 13 mars 2007, pra vetëm një muaj pas protestës tonë. Me 15 mars 2007, zëvendësi i Ahtisarit, austriaku Albert Rohan, atë raport të Ahtisarit me fletën sipër ku shkruan pavarësi e mbikëqyrur, ja dërgon sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, dhe ky i fundit me 26 mars 2007 ja dërgon Këshillit të Sigurimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara. Demonstrata e 10 shkurtit 2007 e dëshmoi fuqishëm se Kosova destabilizohet nëse populli i saj nuk ka liri e shteti i Kosovës nuk është i pavarur. Dhe efekti i dytë i menjëhershëm është që pas demonstratës së 10 shkurtit 2007, Organizata e Kombeve të Bashkuara i suspendon përdorimin e plumbave të gomës në të gjitha misionet e saj anë mban botës, pra një honë univerzale e neve si aktivist e protestues të asaj kohe. Mira demonstrues e shprehën vullnetin e tyre për një Republikë të Kosovës ku nuk jemi kundër pakicave, përkundrazi jemi për to, por jemi për demokraci me barazi e drejtësi, për progres me zhvillim e mirëqenie. Arben Gjeladini dhe Mon Balaj janë dëshmorë të vullnetit për liri, ashtu si shkruan në pllakën këtu në rrugën Nëna Tereza në qendër të kryeqytetit, dhe ata janë kujtimi jon i përhershëm në themelet e lëvizjes vetëvendosje dhe të kapitujve që pasuan në rritjen e në ngritjen tonë, gjithnjë në shërbim të popullit shqiptar e të shtetit të Kosovës. Të dashur qytetar, shumë prej jush jeni pjesëmarrës të asaj demonstrate të 10 shkurtit 2007, në të cilën numri i të arrestuarve ishte 5 fish më i vogël se sa numri i të lagosurve. Policia Unmikut pa dalur jo për të ndaluar apo arrestuar, po për të na vrarë. E vran Arbenin edhe Monin, mirë po lindi diçka e pandalshme, që është mishërim
i vullnetit të popullit dhe përparimit të tij të vazhdueshëm. Lavdi Arbenit dhe Monit dhe të gjithë atyre që me vullnet të paepur nuk u ndalën për lirinë e popullit edhe duke sakrifikuar veten, dhe të gjithë juve ju falenderoj për pjesëmarrje e vëmendje. Telefon.